إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa taala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall, vazhdojmë së bashku në hijen e serialit Pastruesit e mëkateve, pastruesit e gabimeve tona, pastruesit e gjunaheve tona. Ku me lejen e Allahut azza wa jall kemi përmendur disa shkaqe, disa sebepe, disa mundësi, disa zgjidhje, disa ibadete të cilat ne nëse i veprojmë në jetën tonë, i realizojmë në jetën tonë, nëpërmjet tyre ne pastrohemi prej shumë gjunaheve. Nëse njeriu agjeron, Allahu azza wa jall i afal gjunahet e kaluara. Nëse njeriu merr abdes, Allahu atij i afal shumë gjunahe. Nëse njeriu falet, bie në sejdë, me te bien edhe shumë gjunahe. Nëse njeriu jep sadaka, sadakaja i shlihen shumë gjunahe. Nëse njeriu është i devotshëm, devotshmëria e pastron njeriu prej gjunaheve. Nëse njeriu ban dhikr, dhikri është pastrim gjithashtu nga gjunahet, e kështu me radhë. Me lejen e Allahut azza wa jall, do të ndalemi me një prej pastruesve të rëndësishëm, me një prej rasteve, prej ngjarjeve, prej gjërave që mund t'i ndodhi njeriut apo do t'i ndodhi njeriut patjetër, mirë po, ajo e cila ndodh nuk varet nga njeriu, është caktim prej Allahut azza wa jall. Megjithatë, Allahu nëpërmjet këtij caktimi besimtarit i afal, i ashlin, i apastron shumë gjunahe. Dhe ky pastrues i radhës është sprova e cila e godet njeriun në jetën e tij. Çdo njeri në dunja do të sprovohet. Çdo njeri pa përjashtim, secili prej nesh do të sprovohet në dunja. Me çfarë? Me lloj-lloj sprova të ndryshme. Njeriu e godasin në jetë sprova që i ka menduar, po edhe sprova që asnjëherë nuk i ka paramenduar. Mirë, po ato e godasin njeriu qëllohet me sprova të ndryshme. Mirë, po nëpërmjet këtyre sprovave pastrohet prej shumë gjunaheve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i numëron disa gjëra që kanë mundësi të na ndodhin në jetë apo na ndodhin të gjithëve. Nuk e godet besimtarin lodhje. Njeriu lodhet, raskapitet, mundohet, angazhohet. Kjo lodhje e jetës së tij hyn në rrethin e sprovave. Nuk e godet njeriu lodhje. Nuk e godet njeriu sëmundje. Sëmurët njeriu me lloj-lloj sëmundje, qoftë ajo e lehtë apo e rëndë. Mirë po, sëmundja për besimtarin është sprovë.
Çdo lodhje që e godet besimtarin, çdo smundje që e godet besimtarin, këto janë sprova për atë prej Allahut Azza wa Jall. Pastaj tha, wala hammin wala huznin, e as ndonjë breng, ndonjë dert që e ka njeriu në jetën e tij, edhe ai derti, ajo gajlja, ai problemi, ai stresi që nuk të lën ty me flejt. Gjumi nuk e ban rahat, natën nuk e kalon i qetë, ditën e ki vazhdimisht me ngarkes e ki një dert, një breng, një gajle. Edhe kjo është sprov. Wala huznin, e as pikëllimi, mërzia që e kaplon besimtarin. Mërzitet njeriu, pikëllohet njeriu, në disa raste thellohet në mërzi, në pikëllim të madh, në dert të madh, zemra e tij është e thelluar në te. Edhe kjo është sprov. Wala adhan wala ghammin, e as ndonjë lëndim që i vjen nga dikush prej njerëzve, ndonjë ofendim, ndonjë sharje, ndonjë fjalë, ndonjë shpifje, mos flasim, ndonjë rrahje, e kështu me radhë. Të gjitha këto që e godasin njeriun janë sprov. Wala ghammin, dhe gjithashtu ajo shkalla më e lartë e dertit, e brengës, e pikëllimit, derisa njeriu ka mundësi ta humb edhe vetdijen. Gjitha këto nga fillimi, prej te më e lehta deri te më e rënda. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, hatta shaukati yushakuha, derisa edhe nëse një therr i hin në kamb. Subhanallah, gjitha këto gjëra të përmendura, derisa edhe një therr nëse i hin në kamb. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kështu: nuk e godet besimtarin ndonjë lodhje, apo ndonjë sëmundje, apo ndonjë breng, apo ndonjë pikëllim, apo ndonjë lëndim, apo ndonjë mërzi e madhe, derisa edhe një therr nëse i hyn në këmbën e tij, përveç se nga të gjitha këto sprova, përveç se Allahu Azza wa Jall nëpërmjet tyre i a pastron, i a fal, i a shlin gjunahet e tij. Kjo është nga mirësia e Allahut Azza wa Jall. Çka do që të ndodh në jetë, ndonjë sprov, qoftë ajo e madhe apo e vogël, edhe një sprov më e vogël është përmend si shembull, nëse një therr i hin njeriu në kam, edhe kjo është sprov, edhe me atë ty të janë lajt gjunahe. Dhe dal nga dal, shkall, deri ta ajo sprova më e madhe, e cila sa më e madhe, aq edhe më shumë njeriu pastrohet nga gjunahet. Andaj ne do të sprovohemi me këto sprova që janë përmendur dhe me shumë sprova tjera që nuk janë përmendur, nga se kështu është jeta e njeriut në këtë dunja. Kështu është dunjaja. Vendi, bota në të cilën nuk ka sprova, është vetëm bota e ahiretit, vetëm bota e xhenetit, vetëm në xhenet. E atje nuk ka as mërzi, as pikëllim, as lodhje, as sëmundje, as derte, as telashe, as stres, as mërzi, as deri në vdekje. Kjo jetë është vetëm në xhenet. Në dunja njeriu do të sprovohet. E mira është, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min. Çudi është puna e besimtarit. Për çfarë arsye? Dhe nuk është kjo për dikant tjetër përveç se për besimtarin. Tha, nëse i ndodh ndonjë e mirë, e falenderon Allahun, shpërblehet. Nëse i ndodh ndonjë e keqe, ban sabër për Allahun, përsëri shpërblehet. Besimtari në gjitha anët është nën shpërblimin e Allahut Azza wa Jall, nëse qëndron ashtu siç kërkon Allahu. Andaj ne nuk mund të ju ikim sprovave në këtë dunja. Jemi të garantuar, i ri dhe i vjetër, burr edhe grua, në post të lartë apo në një vend të thjesht, i pasur dhe i varfër, kushdo që të jetë në dunja do të sprovohet. Allahu Azza wa Jall na garantoi. Tha Allahu Azza wa Jall: "E hasiba an-nasu an yutraku
an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A mendojnë njerëz që do të thonë kemi besuar, ne jemi musliman, kemi besuar dhe mos provohen fare. Njerëzit do të sprovohen. Tha Allahu Azza wa Jall, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu Azza wa Jall është ai I cili e krijoi vdekjen dhe e krijoi jetën që t'ju sprovon juve. Cili prej juve do të ban vepra më të mira? Allahu Azza wa Jall do t'ju sprovon. Allahu do të na sprovon të gjithëve. Tha Allahu Azza wa Jall, wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri s-sabirin. Ne do t'ju sprovojmë juve me diçka nga frika, me pak nga uria, me marrje të bereqeteve, me marrje të ndonjë antari të familjes, me humbje të pasurisë, wa bashshiri s-sabirin, përgëzoj ata të cilët bëjnë sabër. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ata të cilët kur I godet një sprov, kur I godet një fatkeqësi, ata thonë të Allahut jemi dhe të Allahu do të kthehemi. Ulaika alejhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Atyre ju vinë, ju takojnë salavate prej Allahut Azza wa Jall, mëshirë nga Allahu Azza wa Jall. Këta janë njerëzit e udhëzuar. Ata të cilët kur sprovohen, bëjnë sabër. Mirë, po pas këtyre fjalëve, pas këtyre sprovave që I përmend Allahu Azza wa Jall në Kur'an, vazhdon me një ajet tjetër I cili ndoshta në pamjen e parë apo në logjikën tonë ka mundësi të duket sikur është jashtë kësaj teme. Pas këtyre ajeteve Allahu Azza wa Jall tha: Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Kodra Safa dhe kodra Marwa janë nga simbolet e Allahut Azza wa Jall në tokë. Allahu flet për sprovat, do t'ju sprovojmë juve me frikë, me uri, me marrje të bereqetit, me antar të familjes, bani sabër. Ai I cili ban sabër e ka shpërblimin. Kodra Safa dhe kodra Marwa janë simbole të Allahut. A është kjo në të njëjtën temë? Ndërlidhet ky ajet me pjesën e parë të ajeteve? Ku është lidhja e tyre? Subhanallah. Çfarë përshkrimi Allahu Azza wa Jall ban në Kur'an? Çfarë lidhje ajetet kanë njëri me tjetrin? Sa duhet besimtari të lexon, të analizon, të mediton në fjalët e Allahut Azza wa Jall. Për çfarë arsye Allahu Azza wa Jall e përmend kodrën Safa dhe kodrën Marwa pas gjithë këtyre sprovave? Që ne të ndalemi dhe të kujtojmë kodra Safa dhe kodra Marwa. Çka na kujton neve? Në momentin e parë do të na kujton neve një grua të veçantë, një grua të rrallë, një grua të ndershme, një besimtare të devotshme, e cila vrapoi nga një kodër në kodrën tjetër. Dhe ajo është Hajeri me Ismailin e vogël. Cila është ndërlidhja e këtyre ajeteve? Allahu thot do t'ju sprovojmë me frikë. Hajeri duke qëndruar e vetme në Mekke, në kodrën Safa dhe Marwa, në Mekke afër Ka'bes, duke qëndruar në këtë vend e vetme, u sprovua me frikë. Pati frikë nga se nuk kishte afër as burin e saj, as vëllaun e saj, as babën e saj, e kishte vetëm një djalosh të vogël, një foshnje, I cili ishte Ismaili alayhi salam. Hajeri u sprovua me frikë. Allahu thot do t'ju sprovojmë me frikë. Hajeri u sprovua me uri, e pati ushqimin, ushqimi u hargjua.
e pati ujin, uji u hargjua dhe nuk kishte madhe ujë për të pi, vrapoj nga një kodër në kodrën tjetër 7 herë për të kërkuar ujë. Wal ju'i, ne do t'ju sprovojmë juve me uri. Hajeri pati uri, bile edhe frikë për djalin e vogël. Wa naqsim min al-amwal, mangësi, paksim, marrje të pasurisë. Hajerit ju hargjua gjithë pasuria. Wal anfus, edhe dikant prej njerëzve, prej shpirtrave, prej antarëve të familjes, Allahu do t'u merr juve. Allahu e largoi Ibrahimin a.s. Hajeri në Mekke, Ibrahimi a.s. në Palestinë. U largua Ibrahimi a.s. Wa thamarat, edhe bereqetet. Nuk kishte bereqete në Mekke. Shkretir, as edhe një pik uji nuk kishte. Të gjitha këto sprova që janë përmendur në ajet i pati Hajeri. Frik, uri, munges të ushimit dhe të pijes, munges të bereqetit, munges të antarit të familjes, të gjitha këto sprova i përjetoj Hajeri. Mirë po, wa bashiri sabirin, përgëzoj ata të cilët bëjnë sabër për hir të Allahut Azza wa Jall. Hajeri bani sabër në gjitha këto sprova që i erdhen asaj. Bani sabër ndaj uris, bani sabër ndaj frikës, bani sabër ndaj mungesës së njerëzve të familjes, mungesës së bereqeteve përreth saj. Pas këtij sabri, Allahu Azza wa Jall e furnizoi atë me shumë të mira. Çka ndodhi? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, ne do t'ju sprovojmë juve me frikë. Ajo pati frikë. Pas sabrit ky vend u bë vendi më i sigurt në dunja. A ka sot vend më të sigurt se në Mekke? Siguria në Mekke është në nivelin më të lartë në dunja. Ai vend ku Hajeri pati frikë, Allahu çoi siguri. Ai vend ku Hajeri pati uri, Allahu Azza wa Jall çoi bereqete të shumta, sa ushqim, sa pije, sa mirësi, sa begati prej Allahut Azza wa Jall. Wal anfus, edhe nëse të mungon ty Ibrahimi a.s. në atë kohë je e vetme përreth Qabes, pas sabrit që e bani, ai vend është sot vendi më i bekuar, vendi me më shumë njerëz mbi sipërfaqen e tokës. Andaj Allahu Azza wa Jall do të na sprovon neve me sprova të ndryshme. Mirë po ne, nëse bëjmë sabër për hir të Allahut Azza wa Jall, Allahu të gjitha ato sprova do të na i kompenzon me të mira për neve në dunja, me shpërblime të mëdha për neve në ahiret. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhama al-jazaa'i ma'a 'idhami al-bala'i, vërtet shpërblimi i madh vjen me belan e madhe. Shpërblimi i madh vjen me sprovën e madhe. Sa më e madhe që është sprova në dunja, dhe ti qëndron edhe ban sabër për Allahun, edhe shpërblimi për Allahut do të vjen edhe ma i madh. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim të këtij hadithi, Allahu i sprovon ata që i don, faman radiya falahu ar-rida, ai i cili është i kënaqur me caktimin e Allahut Azza wa Jall, do të na godasin neve sprovat. Neve sprovat do të na godasin. Ne e dim që sprovohemi. Ajo është caktimi i Allahut Azza wa Jall. Ai i cili është i kënaqur, ndodh razvdekje, ne i nështrohemi dhe bëjmë sabër për hir të Allahut. Ndodh sëmundje, ne bëjmë sabër për hir të Allahut. Ndodh një ndeshje, bëjmë sabër për hir të Allahut. Ndodh një humbje e pasurisë, bëjmë sabër për hir të Allahut. Ndodhin sprova të ndryshme në dunja, besimtari bën sabër. Faman radiya falahu ar-rida, ai i cili është i kënaqur, atij i takon kënaqësia e Allahut Azza wa Jall. Wa man sakhita falahu as-sukht, ai i cili është i hidhruar, atij i takon hidhrimi i Allahut Azza wa Jall. Ne nuk hidhrohemi,
Ne nuk hidhrohemi me caktimin e Allahut Azza wa Jall. Çka do që të na ndodh në dunja, ne e kemi parasysh që nuk ndodh asgjë përveç se me caktimin e Allahut Azza wa Jall. Çka do që të na ndodh, ne bëjmë sabër për hir të Allahut Azza wa Jall. Nuk hidhrohemi. E nëse hidhrohemi, atëherë kalojmë në gjunahe, në harame ndaj Allahut Azza wa Jall, për të cilën tha Sheikh Ibn Uthaymeen rahimullah, hidhrimi ndaj caktimit të Allahut mund të jetë në forma të ndryshme, mund të jetë hidhrim me zemër. Të ndodh një sprov, ti je hidhruar me zemër. Të ndodh një sprov, ti je hidhruar me fjalë dhe fillon të flasësh, pse mua më ndodhi, si bash mua më ndodhi, pse Allahu bash te unë e çoj një sprov të tillë, e kështu me radhë, je i hidhruar me caktimin Allahut Azza wa Jall, derisa në disa raste hidhrimi i njerëzve kalon edhe në vepër dhe ka mundësi njeriu në raste të sprovës ti kap flokët e ti, ti çkin teshat e ti, të ban gjeste lëvizje që nuk i takojnë besimtarit. Faman radiya falahu rida. Ai i cili është i kënaqur, Allahu me te është i kënaqur. Wa man sakhita falahu as-sukht. Ai i cili është i hidhruar, Allahu me te është i hidhruar. Andaj çdo sprov që e godet besimtarin, çdo sprov që e lëndon besimtarin, besimtari kërkohet që gjatë atyre sprovave, përballë atyre sprovave, të bën sabër për hir të Allahut Azza wa Jall, e nëpërmjet sabrit e arrin shpërblimin e madh. Sa shpërblimi, tha Allahu Azza wa Jall, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Shpërblimi atyre të cilët bëjnë sabër është pa hesab. Vetëm Allahu e di shpërblimin e atyre. Ai i cili bën sabër për hir të Allahut Azza wa Jall. Ne jemi musliman, elhamdulillah. Çdo gjë e cila na godet, mundohemi të bëjmë sabër. Mirë po duhet ta kemi parasysh në jetë që sabri nuk është vetëm në razvdekje. Të ka vdek baba, të ka vdek nana, të ka vdek një antar i familjes, a ban sabër, bëjmë sabër. Ky është një lloj sabri, elhamdulillah. Ky është një lloj durimi që ne si musliman qëndrojmë durimtar, sabërli për hir të Allahut Azza wa Jall. Ai i cili e ka këtë durim, ka shpërblim të Allahu Azza wa Jall. Mirë, po a është ky sabri i vetëm? Jo. Sabri në disa raste është kur ne kemi zgjidhje, kemi razvdekje, në vdekjen e babës ban sabër, po mos me bë sabër. A mundesh me kthy babën të gjallë edhe një herë në dunjë? Jo. A mundesh me kthy nanën edhe një herë të gjallë në dunjë? Jo. A ban sabër? Ban sabër, mirë, po njëkohësisht nuk ki ndonjë zgjidhje që mundesh me bë diçka tjetër. Ban sabër për hir të Allahut Azza wa Jall. Mirë, po sabri kërkohet edhe në raste kur ne kemi zgjidhje, kemi mundësi me bë, mirë, po stagnojmë, bëjmë sabër për hir të Allahut Azza wa Jall. Kur besimtari kërkohet të ketë sabër edhe ndaj harameve. Edhe ndaj harameve të ketë sabër. Si të ketë sabër ndaj harameve? I vjen mundësia për një pasuri e madhe. I vjen mundësia për një haram i madh. I vjen mundësia një gjë që epshia dëshiron, ka andje, ka dëshirë, mirë, po e ndal vetveten. Ban sabër për hir të Allahut Azza wa Jall. E kjo është më e vështirë. Me bë sabër në raste që të ofrohet harami, të ofrohet mundësia për ta hidhruar Allahun Azza wa Jall. Nefsi e dëshiron, epshi e dëshiron, mirë, po ti ban sabër karshi asaj sprove. Kështu ndodhi me Jusufin alayhi salam, për të cilin tha Ibn Taymi rahimullah, Jusufi alayhi salam pati shumë sprova. Në mesin e atyre, Jusufi alayhi salam u hudh në bunar. Vëllezrit e tij e hudhën në bunar, në pus, përfundoi i hudhur nga vëllezrit e tij. Dhe u sprovua Jusufi alayhi salam me gruan e mbretit, e cila i mbylli dyert,
i mbylli dritaret, i lëshoi perdet dhe tha: "Hejte lek." Këto janë sprova e hudhjes në bunar dhe sprova e mbylljes së dritareve dhe qëndrimit të vetmuar me një grua të huaj, e cila i ofron çdo gjë në haram dhe Allahut Azza wa Jall. Ibn Taymi tha: cila sprova është më e madhe? Sprova në bunar apo sprova në vetmi me një femër të huaj? Cila sprova është më e madhe? Edhe atje në bunar duhet sabër. Edhe në sëmundje duhet sabër. Edhe në razvdekje duhet sabër. Mirë po edhe ndaj haramit duhet sabër. Të vjen një mundësi i zinaje, duhet sabër. Të vjen një mundësi pasurie me vjedhje, duhet sabër. Të vjen një mundësi e fitimit të madh në haram, duhet sabër. Të vjen mundësia në shitblerje për ta marrë një shumë të madhe, mirë po ti e di defektin e atij produkti, asaj gjëje që e shet. Nefsi ta dëshiron, epshi e dëshiron që ti të marrësh më shumë nga kjo pasuri, duhet sabër. Nga posti që nuk të takon, mirë po ti e ëndron atë karikën, atë pozitën që ti në fund i bie tavolinës dhe ti e di që ti nuk je meritor për atë punë, nuk je meritor për atë pozitë, mirë po e dëshiron për të mos arrit atje, duhet sabër. Dhe sabër të ban njeriu ndaj haramit, e sabri më i madh. Sabri më i madh se gjitha këto është sabri në ibadete. Sabri në sprova, po. Sabri ndaj haramit, po. E sabri më i madh është sabri në ibadete. Të kesh sabër në adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall. Për të agjëruar sot duhet sabër. E ki ushqimin para, e ki pijen para, mirë po ti nuk e prish agjërimin, qëndron agjërueshëm, bën sabër deri në kohën e iftarit. Për të adhuruar Allahun Azza wa Jall duhet sabër. Për të falur në xhami, për të falë teravin, për të falë namazin e natës, për të bë ibadete, duhet sabër. I falë disa rekat dhe sabri yt është i dobët. Dhe ti në fund dorzohesh edhe del. Pse? Nuk ki sabër. Vetëm për të qëndruar në xhami duhet sabër. Për të lexuar Kur'an duhet sabër. E lexon një faqe, 2 faqe, 10 faqe, të duket që a e di kur ke filluar me lexu, duket gjatë shumë. Pse? Se duhet sabër. Dhe minutat me vlerë duken të gjatë, minutat pa vlerë nuk llogariten fare. Është njeriu në gjendje ta shikon një lojë futbolli 90 minuta dhe i duken pak. Nuk është në gjendje të ban dhikr Allahut 9 minuta dhe nëse i ban, i duken shumë. Për çfarë arsye? Minutat me vlerë peshojnë shumë. Minutat pa vlerë shkojnë kot fare dhe nuk llogariten asgjë. Mirë po për t'i bë ibadetet duhet sabër. Duhet shumë sabër në jetë besimtari që ta adhuron Allahun Azza wa Jall ashtu siç duhet, ashtu siç kërkohet. Ndërsa nëpërmjet sprovave që na rrethojnë, besimtari pastrohet prej shumë gjunaheve që i ka bën në të kaluarën dhe të tashmen, andaj nuk ngelet për asnjë prej nesh apo për secilin prej nesh, përveç se çdo gjë e cila na godet, ne të jemi të kënaqur, të bëjmë sabër për hir të Allahut Azza wa Jall me shpresë që ato sprova janë pastrim prej gjunaheve tona. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na fal gjunahet tona, Allahu të na pastron gabimet tona, Allahu të na pranon ibadetet tona. Lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na pranon namazin ton, agjerimin ton, zekatin ton, sadakat tona, hatmet tona, lutjet tona, gjitha ibadetet Allahu të na pranon, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.